Këto ishin vetëm disa nga punët që mendova që sot do duhet t'i ndajmë bashkarisht, patjetër që ka dhe një sër punësh të tjera, por për të cilat do duhet të shfrytëzojmë edhe takimet e tjera. Ishte një hapje e parë, unë mirëpres çdo komunikim apo çdo pyetje apo çdo sugjerim që mund të keni. E di që dita e sotme është ditë e lidhur edhe me protestën, kështu që në një mënyrë apo në një tjetër edhe aty do drejtohen pyetje, megjithatë mirëpres çdo pyetje. Faleminderit. Përshëndetje zonë Koçiu, Sokol Dema nga Report TV. Në fakt, e thatë shumë mirë ju që sot është paralajmëruar një tubim në orën 18 nga Partia Demokratike. Në dallim nga protestat e kaluara, ka një njoftim nga ana e Policisë së Shtetit, i cili në një farë mënyre nuk e merr përsipër pra kërkesën e Partisë Demokratike për mbarvajtjen e tubimit, por ndërkohë referuar ligjit për tubimet thotë që do të jemi atje. Pak një shpjegim në lidhje me mënyrën se si do të bëhet kjo gjë dhe nga ana tjetër, ajo çfarë ne mund të arrijmë të kuptojmë apo të kapim. Pra, nëse larg qoftë ndodh diçka e keqe ditën e sotme pra në protest, organizatorët e këtij tubimi do të jenë përgjegjës direkt, pra policia e shtetit e përjashton veten dhe konkretisht kush ka firmosur në kërkesat që janë dërguar në polici nga ana e Partisë Demokratike për zhvillimin e këtij tubimi dhe a do të jetë ky më saktë personi konkret që në një farë mënyrë do të jetë përgjegjës dhe çfarë vepre penale do t'i referoheni ju nëse gjithmonë jemi pas një skenari të supozuar që mund të ndodhë diçka. Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt ne kemi thënë shpeshherë protestat janë një drejtë kushtetuese. Për të protestuar në mënyrë paqësore, për të shprehur bindjet, opinionet apo për çdo gjë që kushdo mendon që do duhet të protestojë. Sa i përket faktit që Policia e Shtetit nuk e ka miratuar zhvillimin e protestës sotme, patjetër që kjo është një procedurë e cila është e lidhur drejt për drejt me dy protestat e kaluara, duke patur në konsiderat veprimet e dhunshme që janë kryer në dy protestat e kaluara, por në ndërkohë nga ana tjetër, ju e thatë vetë, e drejta për të tubuar dhe për të manifestuar është e kujdo. Policia e Shtetit ka për detyrë të ruajë rendin dhe sigurinë dhe për këtë është e angazhuar maksimalisht. Ndërkohë sa i përket pyetjes, pra, kush është përgjegjës nëse larg qoftë ndodh diçka dhe çfarë vepre penale ju mendoni se do të referoni, pra pikërisht tek përgjegjësi? Si të jetë një protest me leje, si të jetë një protest pa leje, kushdo që kryen një veprim i cili dënohet penalisht, patjetër që bën klasifikimin e veprës tjetër organ, është policia, është prokuroria që bën klasifikimin e veprës në varësi edhe të çfarë veprimi kryhet. Por kjo nuk ndikon në faktin nëse kemi një protest me leje apo një protest pa leje. Në çdo rast, kushdo që kryen një veprim të palishëm, procedohet penalisht sipas rregullave në fuqi. Sa i përket kush e ka kryer kërkesën, për këtë nuk di të them, nuk kam informacion, po Policia e Shtetit patjetër që mund t'ju avërë në dispozicion. Me që jam këtu për të mos zhvendosur edhe një herë mikrofonin. Edhe një pyetje sa i përket monopatinave. Janë bërë tashmë disa muaj që janë bllokuar. Për hir të së vërtetës, javët e para kishte një nismë shumë të madhe të policisë që i shihej gjithandej, sidomos nëpër Tiranë, për t'i gjurmuar dhe për të mos i lejuar. Duket se javët e fundit jo se ka një shtim të tyre, po ka lëvizje tek këtu. Pra, kur do të bëhen gati ato rregullat dhe a mos ndoshta po shkojnë drejt një vonese që po themi po i mërzitet edhe drejtuesit e tyre dhe po dalin sërish pra në rrugët e kryeqytetit. Shumë faleminderit edhe për këtë pyetje, sepse në fakt është aluduar kohët e fundit, unë kam dëgjuar dhe në rrjetet sociale që ka një dorëzim nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme apo e policisë lidhur me moslejimin e përdorimit të monopatinave. Këtu dua të jem e qartë edhe ta theksoj që nëse do më pyesni sërish në është vendimi i dur, do t'ju them me bindje që është vendimi i dur për të ndaluar qarkullimin e monopatinave deri në momentin që
lejimi apo lëvizshmëria e tyre do të rregullohet ashtu siç duhet. Pse e them këtë? E them edhe nisur nga eksperienca ime më parshme si ministre shëndetësie, rastet që referoheshin, sidomos në spitalin e traumës, sa i përket dëmtimeve fizike, aksidenteve që vinin nga përdorimi i monopatinave pa kriter moshe, pa kriter në mënyrën e përdorimit, sa qytetar, individ, apo njerëz e hipnin në një monopatin, shpejtësinë me cilën e përdornin, dhe aksidentet nuk ndodhin vetëm tek përdoruesit, aksidentet ndodhin edhe tek qytetarët, kalimtarët që kalonin rrugë. Dhe mjafton të them që vetëm për vitin 2025 deri në muajin tetor që ne ndërprem, kishim mbi 990 raste të cilat merrnin trajtim në spitalin e traumës, pra morën trajtim në spitalin e traumës. Konsidero këtu dhe sa raste të tjera nuk shkojnë fare në spital sepse dëmtohesh, pëson një lëndim dhe pra këto janë raste të cilat kanë marrë trajtim në spital. Dhe pikërisht përpara jetës edhe sigurisë së fëmijëve, qytetarëve të çdo lloji moshe, po sidomos fëmijëve që i përdorin pa kriter, vendimi për t'i pezulluar në një mënyrë të menjëhershme është vendimi më i mirë dhe unë nuk tërhiqem nga i vendim sa kohë nuk kemi një rregullim të qartë. Nëse vim tek pyetja kur do të kemi një rregullim të qartë, unë e kam thënë edhe herë tjetër, ne jemi duke punuar për të. Nuk është një çështje kaq e thjeshtë, pra për të bërë 2-3 amendime në një legjislacion, në kod rrugor apo kudo ku mund ta rregullojmë, sepse është një gjë të vendosë shpejtësi atje, pajisjet me cilat duhet të lëvizi çdo njeri apo çdo përdorues si një monopatine, por kërkon një studim të thelluar lidhur dhe me rrugët apo sheshet apo infrastrukturën e nevojshme në dispozicion për të lejuar lëvizshmëri të sigurt të këtyre pra të monopatinave nga njëra anë, dhe nga ana tjetër kërkon gjithashtu dhe një kulturë shumë të mirë të përdorimit të tyre. E besoni që ka plot prindër të cilët na falenderojnë çdo ditë për faktin që i kemi hequr monopatina dhe nuk po i lejojmë të përdoren pa kriter. Nga njëra anë. Nga ana tjetër, sigurisht që e kuptoj dhe shqetësimin që krijon për mosvajtjen e shpejtë në punë, por besoj fort që siguria dhe jeta është shumë e rëndësishme se sa kapja e orarit të punës, pasi ne vërtet na intereson të kemi shmangje sa më të madhe të incidenteve kur vjen puna tek jeta e njeriut. Së negocion një pyetje si do barke nga Vision Plus. Në fakt në pikat që ju prezantuat, pika e fundit ishte për rritja pagave për disa kategori të policisë, që përheqin afro 7% të trupës totale të policisë së shtetit. Fatkeqësisht policia e shtetit dhe në vendimet e fundit të